70% e remitancave drejt Shqipërisë kalojnë me kanale informale. Dërgesat e emigrantëve janë financuesi i rëndësishëm i konsumit në vend, por shumica e tyre vijnë nga rrugë informale. Të dhënat e fundit nga anketa e migracionit tregojnë se 70% të dërgesave të parave Shqipërisë realizohen jashtë kanaleve zyrtare financiare. Konkretisht, 43.2% të remitancave vijnë përmes miqve apo të afërmëve që sjellin paratë fizikisht në Shqipëri, 15% përmes sjelljeve të personave të parave në dorë, cash pas kthimit, ndërsa 12% kalojnë përmes ndërmjetësuesve informal. Vetëm 30% të dërgesave kryhet përmes kanaleve formale, ku 20% realizohet nga shërbimet bankare dhe 10% përmes operatorëve të transferimit të parave OTP. Kjo strukturë nënvizon peshën ende të lartë të ekonomisë informale dhe remitancave dhe sfidat për formalizimin e plotë të flukseve financiare nga emigrantët. Remitancat mbetet një burim mjetësor, mbështetje për shumë familje shqiptare, duke përfaqësuar një pjesë të konsiderueshme të ardhurave totale, madje edhe midis disa familjeve jo emigrante, duke theksuar shtrirjen e gjerë të rrjeteve të migracionit. Pothuajse gjysma e emigrantëve transferojnë një pjesë të ardhurat të tyre në Shqipëri përmes remitancave. Vendimi për të dërguar remitanca është i lidhur pozitivisht me suksesin e emigrantëve në gjenerimin e të ardhurave dhe kursimeve jashtë vendit. Remitancat përbëjnë një burim të rëndësishëm ekonomik, por potenciali i tyre zhvillimor mbetet kryesisht i pashfrytzuar për shkak të mbështetjes në kanalet informale të transferimit dhe përdorimit përqendruar tek konsumi.